bekue, mbrojnë me qak jetë të Shqipëni. Të dashura familjet e dëshmorëve Dali Behra e Bekim Gashi, të nderuara familjet dëshmorëve nga Krusha e Madhe, Nagavci, Celina, Krusha Vogël, Fortesa, Malësia, Ratkoci, Qëndresa, Oqa Vogël, Brestoci, Landovica, Hasi dhe nga gjithë Kosova. Të dashur bashkëtetar, veteranë invalid të luftës, ishtë burgosur politik, aktivist e patriot, nderuar mysafir dhe të gjithë ju të pranishëm. Sot, si çdo prill, tashë 27 vjet, jemi mbledhur në këtë vend të shenjtë për të nderuar dy bijtë e pavdekshëm të Krushës së Madhe, Dalip Behrën dhe Bekim Gashin, që të ranë për të mos vdekur kurrë. Sot me ne, përveç të tjerëve që janë përgjithmonë në këto data përkujtimore, na ka nderuar edhe dy shokët e studimeve të dëshmorit Bekim Gashi, zoti Besim Zulfaj nga Seniku i Malishevës, tani oficer policie, dhe zoti Remzi Vishaj, afarist nga fshati Dobërdol i Klinës. Gjithashtu sot me ne, si gjithmonë, edhe në frymën e fundit kur ranë dëshmorët, ishin edhe ushtarët Gjemali Gashin nga Çupeva, Isuf Mrasori nga Mrasori, e shumë ushtarë të tjerë të cilët kanë qenë, janë dhe vazhdojnë të jenë me ne. Nga institucionet shtetërore, kësaj radhe përshëndesim zotin komandantin, zotin Enver Cikaçi, shokun e bashkëftetar shoku i Enverit, edhe i të gjithë dëshmorëve të Krushës, zëvendës komandantin e forcës së FSK-s, pra generalin Enver Cikaçi, Ministrin e punës, familjes dhe vlerave të luftës lirimtare të UÇK-s, zotin Andin Hoti, kryetarin e komunës së Rahovecit dhe bashkëftetaren e dëshmorëve zotin Smajl Latifi, Bacin Gani Krasniqi, deputet në Parlamentin e Kosovës, Qemal Krasniqi, kryetari i VL-s së UÇK-s Dega në Rahovec, asambleistët kryqëjan zotin Berat Dorako dhe zotin Nehar Shala, drejtorët e institucioneve arsimore, profesorët, afarist, miq dhe mbar Krushën e Madhe. Gjithashtu sot me ne, si gjithmonë është edhe zoti Alu Shala, përfaqësuesi i degës së UL-s UÇK-s në Prizren. Faleminderit gjithëve që jeni këtu, faleminderit gjithë juve që u përkujdeset që edhe sot kjo ditë të shënohet kështu. Ardha juaj është nderim për dëshmorët, është respekt për sakrificën, por mbi të gjitha është besnikëri ndaj lirisë. Të qenurit këtu,
në vendin ku ata morën përëndësim, na kujtojnë më fort se kudo tjetër se liria nuk na është falur, por se liria është paguar me gjakun e më të mirëve tanë. Prandaj, në nderim të tyre, ju ftoj të gjithëve së bashku të qëndrojmë 1 minutë të heshtër. Lavdi dhe bekimi nuk ishin njerëz të zakonshëm. Ata ishin bijtë e familjeve patriotike, të edukuar me dashuri për atë dheun, të rritur me ndjenjen se robëria nuk dërohet dhe se liria fitohet vetëm me gjak. Që herët ata e kuptuan se kombi kishte nevojë për bijë që nuk friksohen nga flijimi. Dhe kur kushtrimi i komandantit legjendar Adem Jashari jehoi për luftë shërimtare, ata jo vetëm që nuk u zbrapsën, as nuk hezituan, por as nuk pritën. U rështuan ndër të parët në radhët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, në brigadën 124 të zonës operative të Pashtrikut, ku edhe u dëshmuan me urtësi, trimëri dhe shkatësi, me që rast morën edhe besimin e bashkëftetarëve dhe përgjithësi udhëhesëse në luftë. E këto detyra që u besuan, ta i kryen me nder, me disiplinë, me përgjithësi deri në frymën e fundit. Rënia e tyre në këtë ditë të pranverës së përgjakur të vitit 99 ndodhi atëherë kur Serbia e mbështetur nga makineria e saj vrastare ndërmori ofenzivën më të egër ndaj shqiptarëve në fund shekull. Por, përballë barbarisë, u ngritën bijtë dhe bijat më të guximshme të këtij kombi. Ata dolën përpara tankseve, jo vetëm me pushk, por edhe me trupat e tyre. Dolën para vdekjes me emrin e Kosovës në zemër. E të tillë ishin edhe Dalipi e Bekimi. Të nderuar të pranishëm, nuk ka pllën toke në Kosovë që nuk është larë me gjak për liri. Edhe kjo tokë ku qëndrojmë sot është tokë e shëntruar me gjakun e dëshmorëve. Dalipi dhe Bekimi nuk na e kanë lënë pas tyre vetëm kujtimin, por na e kanë lënë edhe amanetin. E ai amanet është që liria të ruhet, që shteti të forcohet dhe që sakrifica e dëshmorëve të mos harrohet kurrë. Sot, pra, nuk i kem vetëm detyrë që t'i kujtojmë, por të jetojmë denësisht me sakrificën e tyre, të ndërtojmë shtetin për cilin rang, të mbrojmë vlerat për të cilat këta e gjithë dëshmorët e kombit luftuan, dhe të mos lejojmë asnjëherë që historia të zbehet, të ndryshohet nga tulifar palaço që edhe sot vazhdojnë të mos i ndalin lehjet e tyre kundër UÇK-s. Lavdia e tyre nuk është vetëm e familjeve. Lavdia e tyre është e gjithë Kosovës. Prandaj sot me krenari dhe për ulësi ju themi faleminderit Dalip, faleminderit Bekim, faleminderit të gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi e respekt të përhershëm Dalip Behrës, Bekim Gashit, gjithë dëshmorëve të kombit. Ju faleminderit të gjithëve. Në këtë rast, në vazhdim, do doja të ftoj për një fjalë rasti ka Latifi që të na i thot disa fjalë për jetën, veprën e bashkëdhëtarëve të tij dëshmor që sot i kujtojmë. Faleminderit vëtar. Të nderuar familjarë të dëshmorëve të kombit Bekim Gashi e Dalip Behra, nderuar Basaj Smet, nëna e dëshmorit Bekim Gashi, familjarë të tjerë Nipa, Mbesa, vëllezër, nderuar prashër Liridon, bashkëshorët e Nipa, Mbesa të Dalip Behrës, bashkëluftarë të nderuar ministër Andin Poti, ministër për punë, për familje dhe vlerat të luftës së shërimtare të Kosovës, nderuar bashkëpunëtor, drejtar të drejtorive, ish burgosur politik, kryetari i shoqatës burgosur politik Dervish Çadraku, peshor Nuhimu Hadrin, aty Bacëngon, Ganik Rasniqin, Alush Shalën, general Enver Cikashi, shok i Bekimit edhe shumë shokët e tjerë që përjetësisht janë në altarin e lirisë, të nderuar qytetarë të pranishëm, familjarë të tjerë të pranishëm që jeni familjarë të dëshmorëve, shok të studimeve,
shok të luftës, të gjithë ju të pranishëm veprimtar çështjes kombëtare, të nderuar bashkë qytetarë nga Krusha, nga Rrethina, i nderuar kryetari i organizatës veteranëve të luftës Çemajt Krasniqi, të nderuar nxënës, mësimdhënës të dy shkollave, shkollës fillore të mesme të ulët Bajram Curi, shkollës fillore të mesme të lartë Ukshin Hoti, të nderuar pjesëmarrës. Përkujtimi për të rënët është dëshmi e respektimit të asaj që konsiderohet vlerë kombëtare e njerëzore. Luftëtarët e lirisë me vetdi u vunë në balë të qëndresës e të kundërshtimit me armë, të pushtimit e turpërimit, pra ishin djemë që përmbushin me nder këtë detyrë. Mbrojtja e nderit dhe dignitetit njerëzor e kombëtar është detyrë e secilit pjesëtar të kombit, por jo të gjithë arrin ta kryejnë ashtu siç duhet këtë detyrë, ndërsa dëshmorët janë ata që e quan deri në fund këtë obligim duke e dëshmuar këtë me gjakun dhe jetën e tyre. Ky akt madhor e rrit vlerën e tyre në histori, po edhe vazhdon të mbeten gurë pashtershme frymëzimi për gjeneratat e reja, për brezat aktual dhe brezat që vinë pas nesh. Dalip Behra e Bekim Gashi nuk qenë rastësisht luftëtar lirie, sepse ndjenjen adetare e kishin të trashëguar nga të parët e tyre, nga familjet e tyre adetare të cilët nuk janë nënshtruar e thyer para sfidave që u rezervoi koha. Dhuna e armikut shekullor mbi popullin shqiptar ka qenë e pashembull. Krimet e shumta dhe vrasjet e njerëzve të pambrojtur, burgosja e sakatimi burrave tonë, kanë bërë që ndjenja e lirisë të jetë përherë pranishme në mendjet dhe zemrat e luftëtarëve të lirisë. Djemtë e burrat e Krushës së Madhe gjithmonë kanë qenë të rreshtuar në krahun e duhur të historisë dhe kështu bën edhe Dalip Behra e Bekim Gashi. Rënja e tyre në prag të akut lirisë është e rëndë për familjet e tyre dhe për ne, për bashkëluftarët dhe për gjithë liridashët. Por flijimi për liri është akti më madhor për një luftëtar lirie, për luftëtarët e lirisë, ashtu siç u dëshmuan në mënyrën më të mirë të mundshme luftëtarët e orëve të hershme Dalip Behra e Bekim Gashi. Ata ishin të vetëdijshëm për rreziqet dhe vështirësitë që hasën në rrugtimin e lirisë. Mirëpo e zgjodhen këtë rrugë sepse ishin të bindur se e keqja duhet marrë fund dhe ky popull meriton të jetë i lirë. Prandaj i vunë gjoksin furtunës dhe me armën e dorë hynë në përjetësi, e si flamur betejash kishin mësimet dhe udhëzimet e të madhit profesorit Ukshin Hoti, i cili me shembullin personal të qëndresës e të pathyeshmërisë u bë frymëzim për luftëtarët e lirisë gjithandej trojeve të pushtuara shqiptare. Të nderuar pjesëmarrës, vrasjet e shumë njerëzve të pafajshëm dhe rënjet e 20 dëshmorëve në fushë të nderit e bëjnë Krushën epicentër të zhvillimeve të bujshme të periudhës së luftës çiremtare. Dalipi e Bekimi përbëjnë margaritarët e kësaj kurore. Humbjet e mëdha që përjetuan mbeten peshë e përhershme mbi kurrizin tonë, si motivim dhe obligim për të punuar fort dhe pa u lodhur për ngritje të mirëqenies dhe dignitetit njerëzor e kombëtar. Respekti për jetën dhe veprën e tyre është detyrim për ne. Prandaj duhet na shërbejë nxitje për të përmbushur obligimet tona edhe qytetare, edhe morale, edhe ligjore, edhe institucionale, po edhe si shqiptar që jemi e si liridashës që jemi. Kjo duhet të ndodhë nga se Bekimi dhe Dalipi nuk e zgjodhen me dëshirë vdekjen. Ata e donin jetën më shumë se gjithë shka tjetër, amo e donin jetën por në liri, pra jo në robëri. Bekimi vetëdijshëm organizuan lëvizjen kombëtare për çlimin e Kosovës qysh si student dhe më pas në radhët e ushtrisë çlimtare të Kosovës me bindjen e ngulitur se liria rënjet në gjak i ka dhe se gjaku u jetë rrit më smiri pemën e lirisë. Pra,
ata nuk i thiri dikush për ta bërë këtë. Ata nuk ju bashkuan luftës. Dalipi e Bekimi ishin organizator, ishin njerëz që mobilizuan të tjerë, sqaruan të tjerë liridashës për t'ju bashkuar luftës dhe për ta bërë luftën tonë shkrimtare, një luftë e cila ishte dhe do të mbetet për herë në kujtesën e njerëzve tonë, qytetarëve që jetojnë sot të lirë, po dhe qytetarëve që vinë pas nesh. Këtë ideal na lan amanet, prandaj kërkohet edhe shumë punë për kushtim për ta përmbushur. Rruga e lirisë dhe të bashkimit kombit ka mbetur në mes, kurse sfidat janë të shumta sot. Poeti dëshmor Bahri Faziu do të thoshte: nëse doni të dini më shumë për dëshmorët, ecni në rrugën e tyre. E ecja në rrugën e lavdisë së dëshmorëve është detyrim dhe ky detyrim sot ka të bëjë me përpjekjet tona për punë të mira, për punë të ndershme dhe për rritje të mirëqenies së njerëzve tanë si kusht i domosdoshëm për të arritur edhe sukseset tjera në shkollë kombëtare. Prandaj lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit, Dalip Behrës e Bekim Gashit dhe të gjithë atyre që u flijuan për lirinë dhe bashkimin e këtij trolli. Lavdi.